Atëherë menaxhmenti nuk dashti mu taku, besa as dokumentat nuk dashtë mi pranu, ja u lam që aty, sepse më sillën pak nëpër do korridore me kallëzu që unë nuk muj, ai nuk mun. Kjo është për me të ardhur keq për be, sepse nuk dojnë as një përgjigje me ta dhënë, as zyrtarisht, as jo zyrtarisht. Por mirë, unë tash e di adresën ku me shku, sepse do t'i drejtohem edhe ministrisë, atje ku janë përgjegjësit kryesorë për monitorimin e këtyre njësorëve elektrik, sepse do të me pas mi përcjell standardet e nevojshme. Pastaj në ZRE dhe në fund në prokurori, uroj që kjo ka me marrë një epilog dhe do të ketë epilog sigurisht, sepse këtë hajni duhet me nalë bashkarisht. Faleminderit shumë.